Bashkëpunimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës në Universitetin Boku të Vjenës ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të pranishmëve të studentëve të rinj, rreth 20%, duke përmirësuar njëkohësisht edhe cilësinë e kandidatëve që zgjedhin këtë institucion. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë, theksoi se universiteti ofron një perspektivë të re për vajzat dhe djemtë të sotëm, duke krijuar premisa për zhvillim profesional edhe në një fushë që ndryshon në ritme të shpejta teknologjike. Student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ulur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dytë universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re për vajzat dhe djemtë e sotëm dhe ka krijuar premisat për ta parë të nesërmen në këtë fushë që pavarësisht të gjitha zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike dhe pavarësisht profesioneve deri sot të lakmuara, faktikisht do t'jetë gjithnjë më shumë një fushë kaq jetike sa vlerësimi për njerëzit që do të punojnë në këtë fushë do të vijë vetëm duke u rritur edhe në aspektin financiar. Rama nënvizoi gjithashtu rëndësinë e reformës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ku Universiteti Bujqësor do të ketë një rol aktiv në vlerësimin e profesionistëve të punësuar, duke minimizuar ndikimet e tjera të jashtme në procesin e punësimit. Dua të ftoj të gjithë ata student që do të kishin dëshirë të përfshiheshin nesër në këto inspektoriate apo ata që kanë mbaruar Universitetin Bujqësor dhe që dëshirojnë të kontribuojnë në Agjencinë Kombëtare të Ushqimit që të guxojnë dhe të aplikojnë kur të hapet procesi i aplikimeve të reja, ku përsëri ne do të shfrytëzojmë universitetin për të bërë vlerësimet e atyre që do të merren në punë, duke shmangur maksimalisht ndikimet e natyrave të tjera. Në të njëjtën kohë, universiteti po pret përfundimin e procedurave për njësimin e diplomave me Universitetin Boku të Vjenës, një hap që pritet ta bëjë më tërheqës për studentët dhe nga i gjithë rajoni, duke forcuar kështu profilin ndërkombëtar të Universitetit Bujqësor dhe duke krijuar mundësi të reja për shkëmbime akademike dhe profesionale.